Si është e mundur gjitha ato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në përzyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme. Unë dua të falenderoj doktoreshën Feride Rushiti për gatishmërinë e saj që vendin ta nxjerrë nga ky ngërç, nga kjo krizë, dhe që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Por kjo duket e pamundur me subjekte politike e lider partish që e kanë humbur arsyen dhe kanë vendosur inat, jo vetëm me ne, por edhe me vetë popullin e Kosovës, që nuk po i voton më shumë, e po i voton gjithnjë më pak. Më lejoni që krejt shkurtimisht t'i numëroj disa fakte nga biografia e zonjës Feride Rushiti, të cilën ende kemi mundësi ta kemi presidente dhe padyshim që do të ishim të nderuar si institucione dhe si shtet. Feride Rushiti ka lindur me 12 shtator 1970, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë me specializim në gastroenterologji. E nominuar për çmimin Nobel për paqen në vitin 2025, Feride Rushiti përfaqëson një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë. E nderuar me çmimin Evropiania e vitit nga zyra e BE-s në Kosovë, gjatë luftës në Kosovë 1998-1999, ajo ka shërbyer si mjeke në kampet e refugjatëve në Shqipëri, duke trajtuar personat të prekur nga dhuna dhe trauma. Puna e saj ka ndikuar drejt për drejt në jetën e mbi 18.000 përfituesve, përfshirë mirat mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës, një nga kategoritë më të stigmatizuara në shoqërinë kosovare. Ajo ka ndarë përvojën e Kosovës si model për vendet që përballen me pasojat e konflikteve, përfshirë Irakun, Ukrainën dhe Kolumbinë. Padyshim që doktoresha Rushiti është lidere në shoqërinë tonë civile. Ajo është vlerësuar për këtë edhe me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award, i akorduar në vitin 2018 nga Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në shenjë njohje për guximin dhe përkushtimin e saj në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Pra kandidate jo partijake, më përfaqësuese, më konsensuale, profesionaliste, kombëtarisht, me një kauzë fisnike, përgatitur dhe me emër të njohur ndërkombëtarisht, sesa Feride Rushiti në këto rrethona vështirë të gjendet. Për fund, para se t'ua jap fjalën juve për pyetje, unë kam edhe një herë thirrjen për opozitën të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje sepse këto bllokime nuk çojnë askund dhe të marrin pjesë siç i kanë votuar qytetarët që përfaqësohen prej tyre, sepse nuk i ndihmojnë institucioneve dhe shtetit Kosovës me bojkot e bllokim. Edhe një herë në seancën e orës 19 presim në këtë vazhdim të kemi edhe deputetët e opozitës, të cilët e kanë vendin në kuvend. Faleminderit. Elmir Gallopeni, Radio Dukagjini. Zotri Kurti, emri i Vjosa Osmanit si kandidate për presidente është përmendur edhe gjatë këtyre ditëve, ku Lidhja Demokratike e Kosovës tha se ka 15 nënshkrimet e saj për këtë, madje ka pasur deklarime edhe nga AK-s që pavarësisht se si do të votonin, do ta bënin kurumin për Vjosa Osmanin presidente. Është opsion ky që mund të shqyrtohet tani në këtë fazë ku jemi sa i përket të zgjedhjes së presidentit, dhe një çështje tjetër për dialogun Kosovë-Serbi, e keni emëruar edhe një krye negociator që do të merret me çështje teknike, apo i bie që i kemi 2 krye negociator, apo zotri Konjusa është liruar nga përgjegjësia për dialogun? Si krye negociator në Serbinë.
ai bie që është liruar apo i kemi dy krye negociator? Së pari, unë kryetari i LDK-s, zotëria Abdigjikun, ju jeni dëshmitar që e kam takuar disa herë, madje shumë herë. Nuk ka pasur asnjëherë asnjë propozim. Përkundër kësaj kishte vetëm refuzime. Unë propozime, ai refuzime. Ndërka që sa i përket paraqitjes së djeshme në orët e vona të natës, së pari ata dolën pas seancës, ndërkohë që para seancës nuk e thënë asnjë propozim. Që flet qartë për qëllimin. Së dyti, letra me 15 nënshkrime do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale, ose të shefja e grupit tonë parlamentar Arbrien Agapsi, ose të kundë kryetari i subjektit politik. Sepse rreth orës 11 natës, masi që ndërprej seanca, dolën me një listë ku ishin emrat e tyne. Po shumë interesant, nuk shkruante për çka janë ata emra. Emri askujt nuk ishte aty përveç se i 15 deputetëve, që duke i sikur me pa qenë ndonjë listë për një debat parlamentar, për shembull për energjinë, ose për diçka tjetër. Aty nuk thuhej që ata emra janë për këtë kandidat. Dhe unë besoj që të nderuar gazetari ju pajtoni me mua që ata emra të më dhonë mua, jo juve. Apo jo? Nuk e di çka bëni ju me ata 15 emra. Ata emra do të vinë te unë. Nëse i kanë 15 nënshkrime për që i bjen gjysmë aplikimi për një kandidat, do të vinë tek unë. Por duhet ta ketë datën e sotit e letër. Jo datën e pardjeshit. Datën e sotit, mbrëmë është dashur ta ketë datën 27 prill, e kishte 25. Sot do duhet ta kishte datën 28 prill, nuk ka as letër as datë. Pra, duhet ta ketë qëllimin e qartë dhe ta ketë datën e sotit. Dhe jo t'u sjell juve. Shikoni, nuk kam kur gjë kundër m'ia dhënë juve. Pas kryet punë ashtu. Se presidenti nuk votohet në shoqat gazetarëve. Presidenti votohet në seancë plenare të Kuvendit të Republikës. Aty do të më sjell ata 15 emra. Dhe ne me mirësinë dhe kënaqësinë më të madhe të pranojmë. Dhe më pastaj, po ta kishim emrin e qartë të LDK-s. Për kë bëhet fjalë, unë do të takoja në këtë rast kandidatën i bie Hatixhe Hoxha, që të kërkoj prej saj tërhiqet. Edhe t'i shtojmë edhe 15 tjerë, se me 15 gjysë kandidati më nëshme bo për aplikim. Dhe ta kemi Ferit Rushitin me një kandidat tjetër. Kështu kanë mundur të bëjmë. Mirë për dhe njëherë për thëmë. Jo juve mja u sjellë. Neve duhet në sjellin atë, sa e votuat në Kuvend Republikës, dhe gjithashtu duhet jetë qartë se për ka e kanë fjallin. Nuk po e dim për ka e kanë fjallin. Çka shkruajnë poshtë e lartë majtës e djathtës rrjetet sociale është një gjë, por institucionet nuk funksionojnë asaj. Institucionet funksionojnë në mënyrë zyrtare, dhe këtë gjë ne e kërkojmë dhe e presim prej tyre. Sepse po i bie që ajo listë me 15 veta, veç se tregonte që deputetët e grupit parlamentar të LDK-s janë bashkë. Për çka janë bashkë nuk e morëm vesh. Po janë bashkë. Në një listë ishin bashkë. 15 veta edhe me datën 25 prill. Pra 15 veta me 25 prill kanë qenë bashkë. Për çka kanë qenë bashkë? Nuk e dim. Duhet të tregojmë për çka janë bashkë. Dhe unë i pranoj edhe ashtu bashkë. Ndonë se 15 deputet munden të kualifikohen për gjysmë kandidati. Po me gjysmë kandidatin kuvend nuk shkon. Duhet kandidati plot. Ne e bëjmë kandidatin e plot. Ne jemi të gatshëm të bëjmë kandidatin e plot. Let na sjellin atë, unë flas me profesoreshën Hatixhe Hoxha, që të tërhiqet edhe shkojmë garë. Sonte Kosova bëhet me presidente të rej. Varet kush fiton. Së fundmi, duhet ta theksojmë që pikërisht kjo është arsyeja, pse unë kam kërkuar që edhe PDK dhe LDK t'i sjellin 3 kandidat, se bashkë me neve e kalojmë sigurt numrin prej 90 në nënshkrimeve. Në fakt jemi 103,
po ja, dikush nuk është dakord me dikë, po mbi 90 jemi sigurt, edhe kemi të garantuar zgjedhjen e presidentit të ri. Pra, ata propozimet ne mbështetjen e garantuar. Po, u refuzua një gjë e tillë dhe këtu jemi, unë edhe njëherë i lus kryetarin e PDK-s, Bedri Homzën, kryetarin e LDK-s, Lumir Abdigjikun dhe grupet e tyre parlamentare. E janë në Kuvend Republikës, aty është vendi juaj. Tash, dikur kanë qenë shumica ata, nuk janë tash. Por nuk mund të thuash që po e mbroj shtetin duke blokuar procese e duke bojkotuar seancën. Shqipëron Xhema Kallzo.com. Kryeministër, në kuadër të këtyre angazhimeve që i përmendet për me bë një zgjidhje për çështjen e presidentit, kur vendoset me i tërheq 2 kandidaturat, edhe me dalë me 2 kandidatura të reja, a tentut me komuniku paraprakisht me liderët e partive opozitare, mi u tregu që po dalin 2 kandidatura apartiake, nëse keni komuniku me ta, a keni marrë një përgjigje? Ne jemi vazhdimisht në komunikim me partit opozitare, problemi është që nuk marrin përgjigje, dhe ne nuk e kishim të qartë edhe saktësisht cila ditë është afati i fundit, ju them drejtën. Sepse nuk janë që të gjithë juristët dhe qytetarët të një mendimi që ora 24 sonte është afati i fundit e nuk ka qenë brëm. Nuk e dim. Tash, shumica dërmuese mendojnë që e kemi edhe sonte. Shumica dërmuese, por jo që të gjithë. Andaj ne duhej që sa më shpejt të vepronim. Por unë e di që rreth orës 9:21, rreth orës 21, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Homza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk ka marrë përgjigje. Pra i kam shkruar rreth orës 21 atyre. Nuk ka përgjigje, nuk më përgjigjen. Merrni me mend kur kam qenë unë në opozit me më pa shkruar mu kështu kryeministrat e presidentët, kur mu më kanë ndjek me policive, dhe ne. Kur unë kam qenë opozit, për mu e kanë pas policin. I kam dikun, prej që kam dalë për i burgu së servis, një 20 rastime i kam. Në kotën mikut e të leksit e të policisë tonë. Dhe me thonë, e kuptoni, ata kur s'kan pas interesim me komuniku me mu. Unë me disë subjektit tonë politik dhe atyre e kena pas ndërmjetësus policin, një kahore. Tash, shteti është demokratik. Dhe në të njëjtën kohë, përveç që nuk ka më ashtu për ndjekje sikur se dikur, keni një kryeministër që vazhdimisht kërkon takime me opozitën, e ata kur nuk refuzojnë, as nuk përgjigjen në mesazhet telefonike.